Gjithmonë i kam parë këto gazetarë të politikës sikur çoç din. Po tani që politika është bërë showbiz, asgjë s'din as ata. Ditët e fundit është folur shumë për rrezikun që ka nga spak Belinda Balluku, por t'i kthehemi pak të shkuarës. Njerëzit e Belindës dhe Erion Velis u bën bashk kur iku për lesh Arben Ahmetaj. Skaluan as 2-3 intervista me Qimpekën dhe iku për lesh Erion Veliaj dhe thuhet se festuan të gjithë njerëzit e Belinda Ballukut. Por çfarë po ndodh? Dëgjojnë festime nga shtëpitë e njerëzve të Erion Veliajt sepse thuhet që Belinda Balluku po ikën për lesh. Leshtë e curit gjithmonë janë në mod. Por ajo që i bën bashkë të tre emra është fjala Kumbar. Jo filmi Kumbara, Padrino, që flet për mafjen italo-italiane, interpretuar nga Marlon Brandon, por Kumbar e pagëzimi sepse thuhet që të tre janë kumbara të njëri tjetrit. Kemi siglën ton modeste për emisionin ton të varfër. Po këtu në fakt duhet sigla e ajo kolona zanore e filmit Padrino, Kumbara, që është tani një cop dajre kam tani, kjo nuk është piano dreqe e mori, tani me një cop dajre doni nga unë edhe të këndoj, edhe të bëj siglën, edhe me që do flasim për Kumbar, të bëj dhe kolonën zanore të filmit Kumbara, po është pamundur kjo nga unë. Mos e prisni nga unë, dakord? Priteni nga të tjerë. Do thoni ju, ç'pati kjo fjala Kumbar dhe pse po e risjell në editarin tim në Olti Curi në YouTube. E solla për vetë faktin, sepse tashmë faktet janë të analizuara nga analistët politik, nga emisionet më të rëndësishëm politik. Janë nga portalet më të rëndësishëm politik, dihet që ka patur një konflikt në ajër, sigurisht persona në fjalë nuk i kanë konfirmuar, por dihet që ka patur diçka në ajër në luftën për pushtet, në luftën për të marrë sa më shumë pushtet, jo vetëm pushtet ekzekutiv, po dhe pushtetin brenda partisë, midis Erion Veliajt dhe Belinda Ballukut, por edhe Arben Ahmetaj, i cili mbasi jeton në Zvicër dhe i ndodhi ajo që i ndodhi, që kemi e dim të gjithë, ka filluar të flasë dhe t'i kundërshtoj dhe të nxjerr fakte për të gjithë këto emra që përmendëm. Ajo që i lidh me njëri tjetrin është vetëm një pyetje. Nga ana njerëzore, këto njerëz kanë qenë bashk apo larg njëri tjetrit? Këto që në fillim të karrierës së tyre, vit pas viti, kanë qenë të ftohtë dhe të akull dhe kundërshtarë armiq me njëri tjetrin, apo kanë patur një moment që janë takuar? Nga ana njerëzore, gjithmonë po flas për këtë. Dhe ku ka më shumë se anë njerëzore, kur flet për fëmijën. Kur flet për kumbarën, kur ti zgjedh të pagëzosh fëmijën dhe të bësh kumbar një person i cili në një farë mënyre, madje edhe me ato rregullat që ne njohim, është personi kryesor më njëherë pas prindërve për fëmijën. Dhe thuhet se Belinda Balluku është kumbare e vajzës së Arben Ahmetajt me Eriola Hoxhën. Vajzës së fundit pra të ish politikanit Arben Ahmetaj. Ndërkohë nga ana tjetër, Erion Veliaj është kumbar i vajzës së Belinda Balluku dhe kjo është konfirmuar në një moment edhe nga Belinda Balluku në një nga daljet publike që kanë bërë të dy. Por çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Ka ndodhur që këto kanë harruar se sa e rëndësishme është që të jesh kumbar për një fëmijë. Pse? Çfarë është ky kumbar? Pse pikërisht Belinda Balluku kumbar e vajzës së Arben Ahmetaj dhe bashkëshortes së tij të dytë? Pse pikërisht Erion Veliaj kumbar i vajzës së Belinda Ballukut? Një kumbar, burr ose grua, është personi që merr përsipër një akt fetar simbolik, zakonisht pagëzimi, por ndonjëherë janë edhe martesat, dhe është një farë dëshmitari shpirtëror mbi të porsalindurin, fëmijën ose çifti. Roli i kumbarit është shumë i rëndësishëm në kulturën shqiptare, si në fenë ortodokse apo edhe atë katolike. Çfarë kuptimi ka kumbari? Kumbari nuk është thjesht një dëshmitar formal. Ai ose ajo që bëhet udhërfues shpirtëror dhe moral për fëmijën që e pagëzon, dikush e ndihmon në rrugën e besimit dhe mbështet gjatë gjithë jetës, sikur të ishte pjesë e familjes. Në shumë zona, lidhja midis familjes dhe kumbarëve quhet krushqi shpirtërore dhe respektohet shumë. Por të gjithë mund të bëjnë kumbarin, kushtet që duhet plotësojë një kumbar janë të listuara dhe këto kushte mund të ndryshojnë sipas traditës fetare, por në përgjithësi janë këto kryesore. Të jesh i pagëzuar në fen ku kryhet pagëzimi, pra në Kishën Katolike ose Ortodokse, të jesh praktikues i fesë
dhe me moral të mirë, pra të kesh jetë në përputhje me parimet e fesë. Dhe me sa duket, edhe Belinda Balluku, që pagëzoi vajzën e Arben Ametajt, ka pasur këto parime dhe është pikërisht praktikante dhe moral të mirë, po ashtu dhe Erion Veliaj për vajzën e Belinda Ballukut. Të mos jetë prindi fëmijës që po pagëzohet, kjo është shumë e rëndësishme. Të ketë arritur moshën madhore, pra të jesh mbi 18 vjeç, pastaj mund të bësh kumbarën, dhe të dy këto e plotësojnë, edhe Erioni dhe Belinda, dhe të mos kesh pengesa kanonike, për shembull të mos jesh i përjashtuar nga kisha, ose të kesh probleme të tilla pra me besimin. Në disa raste kërkohet që të kesh bërë edhe kungimin përpara se të pranohesh për kumbar. Pra nuk është e thjesht që ti të jesh kumbar, duhet të plotësosh këto pika në lidhje me fen, pra në kishën katolike apo ortodokse ku do të kryhet kjo ceremoni. Çfarë detyrimesh ka kumbari? Po flasim nga ana njerëzore dhe shpirtërore. Pra çfarë detyrimesh ka Erion Veliaj për vajzën e Belinda Ballukut dhe Belinda Balluku për vajzën e Arben Ametajt? Detyrimet e kumbarit janë detyrim shpirtëror, të udhëzoj fëmijën në rrugën e besimit, të kujdeset për formimin e tij moral dhe shpirtëror. Pjesëmarrje simbolike në pagëzim, kumbari ose kumbarja mban fëmijën në duar, ndes qiri dhe shqipton formulën e besimit. Ruajtja e lidhjes në traditën shqiptare, kumbari konsiderohet si pjesë e familjes gjithmonë. Kujdes, pjesë e familjes dhe shpesh ftohet në çdo ngjarje të rëndësishme në ditëlindje, në dasma dhe në evente fetare. Dhurata tradicionale zakonisht kumbari sjell rroba, kryq, qërinj ose dhurata të tjera simbolike për fëmijën. Përgjegjësi morale afatgjat. Në rast fatkeqësie, kumbari konsiderohet si personi që do të kujdeset për fëmijën në mungesë të prindërve. Pra, i bie që do të kujdesen përjetësisht Belinda Balluku për fëmijën e Erion Veliajt dhe Ajola Xoxhes dhe njëkohësisht do të kujdeset Belinda për vajzën e Arben Ametajt dhe Ajola Xoxhes dhe do të kujdeset Erion Veliaj për fëmijën e Belinda Ballukut. Kjo ishte për të informuar mbi formulën e pagëzimit për kumbarin, për të drejtat që ka kumbari, për ato që mund të kërkohet nga kumbari dhe çfarë detyrimesh ka deri në fund. Por çfarë ka ndodhur ndërkohë me këto persona? Nuk po hyj gjatë, po them vetëm aktualisht si kanë qenë punët. Kam shkëputur këto ngjarje. Arben Ametaj për Belinda Ballukun. Belinda Balluku është plashkitësja më e madhe e buxhetit të shtetit. Ajo ka shkaktuar më shumë dëme se tërmeti i vitit 2019. Ndërkohë, kryetari i opozitës, Sali Berisha, ka dalë me akuza të forta. Dosja për Erion Veliajn është kopsitur nga ajo. Nesti Angoni është ajo, jo ai. Dosja kundër Veliajt është kopsitur nga Belinda Balluku. Po ndërkohë nga ana tjetër, do mbajmë mend vetëm një moment. Sulmin e mediave pranë Erion Veliajt në momentin kur Belinda Balluku inauguroi Unazën e re të Tiranës, një event që duhet të ishte patjetër kryebashkiaku i Tiranës. Por jo, Belinda Balluku vendosi që inaugurimin e Unazës së re të Tiranës ta bëjë në krah të Edi Ramës dhe Erion Veliaj të mos jetë i ftuar. Si do e zgjidhim këtë? Kumbar po apo jo? Kumbar me kumbar, ç'na e bëre mbar.